Atëherë unë kam kërkuar që të respektohet kushtetuta, më saktë statuti i Partisë Demokratike, statut cilin e kam votuar 5.000 delegatë dhe 10.000 anëtarë në kuvendin e madh që u bë të 2021-shit, ku kemi qenë prezente unë vetë me rithemelimin dhe me shumë demokratë të tjerë. Thjesht kam kërkuar që të respektohet ligji, të respektohet statuti dhe të ndalohen të gjithë parregullsitë ligjore për respekt atyre 5.000 delegatëve dhe 10.000 anëtarëve të Partisë Demokratike. Pa diskutim kërkohet ndalimi i garimit të Sali Berishës si kryetar, pasi kjo është në shkelje të statutit, konstatimin e mbarimit të mandatit të Sali Berishës dhe pa diskutim komandimin e sekretarit përgjithshëm kryet PD-s deri në zgjedhjet e radhës. Po kërkoj atë çka thot statuti dhe atë çka kanë votuar demokratët për të vepruar në rast se kryetari humbet zgjedhjet dhe të respektohet kushtetuta e Partisë Demokratike. Partia Demokratike nuk ka plotësuar asnjë nga këto pretendime, pasi ligjërisht nga data 4/9/2025 Sali Berisha nuk është më kryetari i Partisë Demokratike, pasi statuti e thotë qartë që në momentin që zgjedhjet certifikohen dhe kryetari i partisë tonë është humbës, nuk është më kryetar. Dhe nga ky moment, pa diskutim, unë kërkoj konstatimin e kryetarit i cili po mban në mënyrë uzurbuese postin Partinë Demokratike, që është Sali Berisha rasti konkret. Unë do marr çdo hap ligjor në të mirë të demokratëve, në të mirë të gjithë shqiptarëve dhe pa diskutim përputhje me ligjin, me statutin, me procedurat, sepse ne nuk mund të jemi antiligjor. Ne duhet të jemi ligjor, duhet të jemi të saktë me veten tonë, që në mënyrë që edhe tek publiku të jemi të besueshëm. Kjo parti nuk mund të uzurpohet më nga familja Berisha për interesa personale dhe familjare, por mbi të gjitha për të shtuar pasurimin marramendës kësaj familje, ndërkohë kur këtu shqiptarët me zor blejnë një apartament dhe ky është një realitet i hidhur fatkeqësisht. Prandaj është arsyeja që Partia Demokratike është në këtë gjendje që është, sepse ajo nuk është më një parti që i shërben interesit kombëtar, por është kthyer në dyqanin privat dhe personal të familjes Berisha. Po pa diskutim që po, sepse atë statut e kanë votuar, ta thash edhe një herë, 5.000 delegatë dhe 10.000 anëtarë të Partisë Demokratike, në kuvendin e 2021-shit, ku kemi qenë gjithë betejën që ne bëm ndaj Bashës për garën, për meritokracinë, për mospërjashtimin, për bashkimin me demokratët, për fitoren e Partisë Demokratike, për kryetarin që humbet zgjedhjet që duhet japi dorëheqjen dhe nuk duhet rigaroj më. Ne kemi qenë gjithë demokratët drejt kësaj kauze. Unë këtë nuk po e bëj për interes personal, pasi për interes personal unë s'kam punuar, as jam paguar një ditë vetëm në shtet. Janë të tjerë që kam përfituar. Ka qenë familja Berisha, i biri i cili kam pasurim marramendse për rallore, ndërkohë nga ana tjetër unë këtë luftë e bëj për parimet e mia, e bëj për demokracinë, e bëj për një parti e cila po shkon drejt fundit vetëm për shkak të dëshirës një personit vetëm. Dhe kjo nuk është e drejtë, nuk është e drejtë për ato demokratë që realisht duan që kjo parti të ketë një shans për të qenë serioze dhe të ketë një shans që të japi një alternativë që të mund mundi kundërshtarin përballë. Atëherë unë do bëj detyrën time zonjë, uroj dhe ligji të bëj detyrën e tij, që do të thotë japi të drejtë të drejtës. Mos t'i japi të drejtë Ramës dhe Berishës në pazarin e radhës që Berisha të mbaj Partinë Demokratike. Se kjo është dhe dëshira e Ramës, se për sa kohë është Berisha kryetari i Partisë Demokratike, PS-ja do jetë edhe 10 vite tjera në pushtet. Pa diskutim që po, që do ta çojnë gjykat. Do ndjek të gjitha hapat ligjore për të shkuar e drejta tek demokratët dhe të respektohet kushtetuta, statuti i Partisë Demokratike, për të cilën kanë votuar jo vetëm Alesia Balliu, por të gjithë të demokratë që u përmenda, sepse kanë votuar gjithë demokratët për këtë statut. Nuk është se ka qenë dëshirë e ime apo një individit vetëm. Kështu që pa diskutim vullneti shumicës respektohet dhe pa diskutim nuk
duhet të shkelet ligji. Dhe unë do garantohem që nga ana ime, për sa më përket mua, do ndjek çdo hap ligjor. Pastaj se çfarë do vendosin institucionet do jetë një intervistë tjetër që mund të flasim më tepër. Tani, kjo është një çështje interesit publik, nuk është çështje interesit personal të Alesja Balliut. Kështu që nëse një çështje mendoj unë është interesit publik, duhet pa diskutim që të zgjidhet brenda fateve të caktuara, nëse ka drejtësi dhe nëse institucionet e drejtësisë operojnë për të mirën e ligjit dhe të publikut, dhe jo për interesave personale të dikujt që është në një forcë politike ose të dikujt tjetër që mund të jetë edhe partia në pushtet. Sepse ai po tregohet i sinqert për herë të parë në jetën e tij, për të thënë që kjo parti është pronë e tij dhe që ai pa diskutim nuk e lejon garën. Sa ai nuk e ka problemin të Ervinin, nuk e ka problemin tek Alesja si individ, ai problemin e ka tek gara, vetëm fakti që mund të ketë garë, ai bëhet keq dhe nuk e lejon mendimin ndryshe. Dhe shembulli më i mirë jemi ne për t'i thënë çdo kujt që mund guxoj ta kundërshtoj ose të mendoj ndryshe nga ai, që ju do keni përfundimin e Alesja Balliut dhe të Ervin Salianit, që njërin e përjashtova, tjetrin e vetë përjashtova. Që po flas tani është rasti konkret i imi dhe i zotit Saliani. Përsa ku Berisha shan oligarkët e Ramës dhe pastaj mbas 2 javësh dalin fatura që të njëjtët oligarkë që ulet Rama në Tryeza, në Biseda, paguajnë faturat e Syri TV, që ne e dim gjithë që është televizioni i të birit zotit Berisha, pa diskutim që shoh që ka pazar dhe janë fakte reale. Të njëjtët oligarkë që ulet Rama paguajnë faturat e Shkelzen Berisha. Ky është fakt. Vetëm nëse ka ndruar pronar Syri TV dhe unë nuk kam informacion. Në radhë parë më duhet të specifikoj edhe këtë pjesën e përjashtimit tim që është nul, dhe pa diskutim edhe këtë vetë përjashtimin e zotit Saliani, pasi qartazi në datën 4/9/2025 këtij zotërisë ka mbaruar mandati dhe çdo vendim që ka marrë është absolutisht i pavlefshëm nga ana ligjore dhe nuk merret në konsiderat pasi atij i ka përfunduar mandati sekretari i Partisë Demokratike. Të tjerat pastaj janë fjalë të kota që nuk bazohen as në fakte, por janë propagandë boshe politike ku mungesë të argumentit të shpifim, mungesë të argumentit të shpallim terma dhe mungesë të argumentit shpallim bashkëpunime me Ramën, ndërkohë bashkëpunimin e vërtet me Ramën e ka vetëm Sali Berisha. Kam pasur suport faktikisht nga figurat Partisë Demokratike, siç është Edmond Spau, kam pasur figura cilat kanë dhënë vite kontribut dhe ju i njihni shumë mirë në Partinë Demokratike, që kanë dalur hapur, që më kanë suportuar në këtë nisëm që unë kam ndërmarrë që në momentin që unë hodha kandidaturën për kryetare të Partisë Demokratike. Ka pa diskutim shumë antar të Partisë Demokratike që më shkruajnë, ka pa diskutim intelektual që më shkruajnë, ka dhe deputet brenda grupit parlamentar Sali Berishës që dije mua më kanë shkruar 2 deputet që bravo Alesja që po lufton për statutin, për mos ato nuk flasin dhe nuk kanë zgjedhur një tjetër mënyrë për të reaguar. Pakënaqësia shumë e madhe, si mund ta ndjekin më Berishën, kur këtu prezent përballë teje ke një vajzë e cila e ndoshin gjithë rreth themelimin. Kam qenë te çdo foltore me shpresën që kjo parti do bëhej më e madhe, më e bashkuar, më e hapur, më e fortë, më progarës. Berisha nuk mbajti asnjë nga premtimet cilat ai dha, dhe sot ai thjesht përfaqëson gënjeshtrën, nuk përfaqëson Sali Berisha më të vërtetën. Dhe pa diskutim kur përfaqëson gënjeshtrën, vetëm do kesh të kurrje dhe do kesh sa më pak njerëz. Qofse ti do ishe i vërtet me partinë tënde, me veten tënde, me shtëpinë tënde, atëherë dhe publiku do ishte aty me ty, sepse kjo qeveri ka 100 skandale
dhe duhet kishte rënë, por je ti që e mban aty, sepse ti je më keq se kjo qeveri. Por demokratët kanë të drejtë të protestojnë, unë e suportoj sepse protesta është e vetmja e drejtë demokratike në gjithë botën që qytetarët kanë drejtë ngrinë zërin për pakënaqësitë që kanë. Por pa diskutim kur i prind Sali Berisha kësaj protesta, ajo humbet kauzën, sepse s'mundet një krye korruptuar të luftojë korrupsionin e Ballukut apo çdo kujt tjetër në qeverinë e Ramës.